sot e kam kënaqësinë të mirëpres në këtë epizod një artist që me punën, talentin edhe besimin e tij ka prekur skenat e Hollywoodit. Pa fije dyshimi, mund ta quaj si protagonisti më i famshëm shqiptar në Hollywood. E sot me mua është Arber Mehmeti. Arber, një udhtim të jashtëzakonshëm e ke pas nga Prishtina në Los Angeles, e pa fije dyshimi i mbushur me shumë ëndra, sfida, mësime dhe triumfe. Sot rolet e tua flasin vetë për punën dhe suksesin që ka arrit në Hollywood. Kështu që unë jam shumë krenare për ty, me shumë sinqeritet edhe shumë po bëhet qefi që sot po kemi mundësi me bisedu bashkë dhe me i shpalos krejt të sukseset e tua. Faleminderit që je sot me neve. Faleminderit shumë Rvedho për ftesën, po edhe të uroj shumë për podcastin edhe për gjithë punën që jetu ke bo. Faleminderit shumë për ftesën. Jo që s'kom dasht me kalu në për rrugtimin tonë për të arriturat që ke mri në Hollywood, por pjesëmarrja me rolin e fundit që tu është besu në një prej serialeve më të njohura ndërkombëtare dhe na motivoi me përgatit këtë epizod. Ka bu shumë krenar pjesëmarrja në këtë serial ku ke rastin me lujt apo ke pasur rastin me lujt krah aktorëve që ndoshta e ke pas ëndër me i taku, e sot je koleg me ata. Arber, kur e pata audicionin, besove se do t'jesh ti fituesi i këtij roli? E kam mësu me kohë që puna ime është me dhonë më të mirën, edhe pjesën tjetër m'ja u lon tjerëve në dorë, do më thonë castingit, producentëve atje. Unë çdo audicion mundohem me marrë seriozisht, por jo gjithmonë kam ndaj pritshmëri të madhe për çfarë ka me qenë rezultati. Ma shumë kam qef mu përqëndru në përgatitje, në përkushtim, me qenë i vërtet, me vetën, po edhe me personazhin cillin kam me lujt. Kjo është me besu shumë që kime marrë një rol, është pak a shumë edhe një sen i rrezikshëm në profesionin tonë, se 99% të rasteve ose kime marrë me heshtje ose me përgjigjen jo negative. Kështu që unë mendoj që shumë më mirë është më fokusu me bo më të mirën që mund është me bo në audicion, edhe m'ja u lën tjerëve në dorë, nëse bëhet, nëse jo, nuk bëhet. Në këtë rast, une jam shumë krenar që e ku marrë këtë rol, për arsye se është një ndër prej serialeve që ka jetë më të gjatën në historinë e televizionit amerikan. Po folin ato serialet procedurale që janë, jo soap operas ose telenovelat që i thojmë ne. Seriali më i gjati është Law and Order, i dyti është NCIS. Unë e maj men kur ka fillu ky serial ka fillu para 22 viteve. Edhe në atë kohë 3 kur ka fillu ky serial, për mu ka qenë ëndër, dhe me thonë, ose një ëndër e paprekshme për me qenë pjesë e këtij seriali. Po tash që e pata rastin me lujt, me punu për krah njerëzve cilët unë i kum pas idolla me një farë mënyrë, sidomos njërin prej tyre këngëtarin e njoftër edhe aktorin e njoftër LL Cool J. Definitivisht është një projekt i cili më ka bo shumë krenar edhe ndihem shumë mirë që kam qenë pjesë i këtij seriali. Apo na i përshkruan pak sfidat që i patin në realizimin e këtij projekti, me që konsiderohet si është projekt kaq i rëndësishëm për karrierën tënde? Po, njëna prej sfidave muj me thonë është kërkesa e lujtjes fizike. Në këtë serial kam pas një skenë ku ka kërku shumë aksion me një farë mënyre. Të më thonë, kam pas me 2 ditë ka zgjatë gjërimi, njënën prej ditëve jemi marrë vetëm me prova, do më thonë ku me mësu lëvizjet apo rrahjet, çdo sen është i kalkulum në detalj. Po, nuk kam pas shumë eksperiencë me skena ku ka kërku shumë aksion, po me ndihmën e një grupit shumë të fortë, do më thonë, që kanë qenë në set atë ditë, që janë kaskadera ose këto që i quajnë stuntmen,
Uh, Arrita me lujt sa ma drejt, sa ma mirë, edhe ma original, bazë çka ka lyp karakteri në këtë. Interesant, puna e aktorit është shumë dimensionale. Do me thonë, kërkon shumë fusha që tjetë personazhi i përgatitur. Në këtë rast, ti edhe me fizik do t'jesh i përgatitur, gjë që e bën se shihesh që Po, i kushton rëndësi kësaj pjese sepse duhet. Në anën tjetër, interpretimi, lëvizjet, koordinimi me kastën tjetër, kështu që është punë shumë e madhe. Jo rastisht thuhet arti mbi zotron. Po interpretimin e patë e vështirë se pas ta skena edhe në interpretim të gjuhës ruse. Edhe dëgjova se kanë targetu Hollywoodit me lujt rolet e rusëve. po, jo, kohëve të fundit shumica e kërkesa të cilat i marr për rolet për mi lujt, po janë role ose karakterave rus, ose gjerman, ose role tjera. Mosh dasht me fillu me mësu gjuhën ruse. E mira e kësaj punë është që tekstin e merr shumë më herët. Shumicën e rasteve edhe t'i dhojnë atë përkthimin se ç'është dush me thonë në rusisht, kështu që nuk ka qenë shumë problem i madh, po definitivisht një eksperiencë shumë e mirë me lujt edhe në gjuhë tjetër. Përveç këtij seriali, Arber me sa jam informuar ti shumë shpejt e kim plan me realizu edhe një tjetër projekt filmik. A mundesh më na dhon pak detaja apo e ke të ndaluar t'ja japësh detaje para se të shfaqet projekti? Po, projektin në fakt e kemi xhiruar u realizu, për shkak të marrëveshjeve kontraktuale nuk muj me fol shumë për projektin. Me rëndësi është një serial shumë i njoftun. Ka me dal dikun gjatë verës ose në vjesht. Jam shumë krenar edhe për këtë rol, edhe që ku marrë pjesë në këtë serial, është serial shumë i njoftun, sidomos në Amerikë këtu e shiqojnë shumë, e ka një fan base shumë të madhe. Po, si që thatë edhe ju nuk mëj me hi shumë detajeve, po ma mërmenja shumë shpejti keni me mujt me përcjell edhe atë projekt. Në sa epizoda kemi Aty në dy epizoda. 2 epizoda, bravo, shumë bukur. Përveç angazhimit si aktor, Arber, ti keni kontribut të veçantë dhe keni angazhim të veçantë edhe në fushën e mësimdhënies. Apo ndalemi pak në detaje sa i përket eksperiencës si mësimdhënës tu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe qysh po shkon edhe kjo pjesë? Po, une kam fillu me ligjeru në nivel universitar prej vitit 2007. Spari kam fillu me dhonë mësim me ligjeru në California State University, Universitetin shtetënor të Kalifornisë në Long Beach. Aty kam dhonë mësim për 3 vite. Në bas asaj kam fillu me punu me një shkollë të filmit edhe të aktrimit këtu në Hollywood që është quajtur Studio School. Ka qenë shkolla e vetme e filmit edhe aktrimit e cila ka qenë e bazuar mrena Studio Lot, do të thonë mrena studios filmike që është në downtown Los Angeles. Aty kam dhënë mësim për 8 vite. Kohëve të fundit jam përkushtu ma shumë më fokusu në studion time që e kom hapur, që është AM Acting Studio. Punoj shumë me aktor cilët tashmë janë të famshëm, lujnë për seriale, në për projekte filmike shumë njoftën ato. Ata i përgatis ose kur kanë audicione, ose kur lujnë e marrin rolin në një film, para se me dalë në skenë, unë punoj me ta shumë detajisht, dhe me thonë, se cilën skenë që e kanë. Për pos klasave private që cilat i majnë në studion time, AM Acting Studio, mirë edhe me private coaching, ku punoj me aktor, dhe me thonë, one-on-one. Edhe kjo është një eksperiencë shumë e mirë, për arsye se shpesh herë më bjen mi lexu skriptat cilat nuk kanë dalë në televizor ende. Edhe mi përgadit studentat e mi për këto rolet cilat mas një kohë disa prej tyre edhe kanë marrë çmime të mëdha si projekte. Është definitivisht një eksperiencë që unë bëj me shumë kënaqësi.
konsideroj që është krejt ndryshe prej asaj kur ti me rolin dhe përgatit vetveten, edhe ndryshe prej asaj kur ti udhëheq të tjerët dhe i përgatit të tjerët për të dalë sa më mirë në skenë. Po është një sen shumë interesant kur e ke audicionin vet. E ki mënyrën tonë të qasjes, qysh mi qas një karakterit. Po shumicën e rasteve, kur është projekti jot, audicioni jot, nuk i sheh shumë sene. Tikin. Kur punon me dikon tjetër, është shumë ma lehtë për arsye se nuk je i lidhën drejt për drejt me projektin vet, po është për dikon tjetër, edhe është për mua është shumë ma lehtë mi ndihmu dikujna tjetër se sa kur punon për veten time. Normal. Është shumë. Interesant. Po hapat e qasjes karakterit edhe punën cilën duhet me përcjell janë të njëjta. Njëjtat i bëjon, njëjtat kanë mi bodhë studentat e mi, dallimi i vetëm ka me qenë që këtu punojmë dy të zbashku, kurse në rastin kur punoj vetë në projekt, atëre du na më marrë me gjitha ato hapa vetë. Edhe pse unë kam ndihmë prej kolegëve të mi cilët janë aktor këtu në Hollywood që punoj me ta kur kam audicione për veti ose projekte për veti. Po më pëlqen shumë edhe ky angazhim në fushën si mësimdhënë, si ligjërues, si coach, sidomos se kohëve të fundit se cilën fushë po na duhet me pas dikon që na udhëheq, një mësues të jetës. Tamam shefi thuhet mësuesi i jetës. Life coach. Life coach. E trego më arbër, a ke pas ndonjë rast apo ke pas ndonjë kërkesë për m'ju ndihmu edhe aktorëve në Kosovë, se na shqiptarët që jetojmë jashtë Kosovës, edhe që marrim rolet tona në për profesionet caktuar, gjithmonë mendojmë që qysh kishim me bo diçka të mirë edhe për vendin tonë, qysh kishim ju ndihmu edhe në Kosovë kur e dim që në shumë pusha atje ka nevojë për intervenim, ka nevojë për ndihmë. Në këtë aspekt a ke menduar diçka për m'ju ndihmu aktorëve në Kosovë apo me bashkëpunu me ta? Po në të ardhmen e afërt mendoj që do të filloj edhe disa klasa ose punëtori, workshops, edhe në Kosovë. Unë do me thonë tash që shumë vite ju ndihmoj aktorëve dhe studentave amerikanë. Është dëshira e mja e madhe, do me thonë mja afru të njëjtën mundësi edhe aktorëve dhe studentave tonë shqiptarë. Nuk kom pas raste kështu me shok, kolegë që i kam në Kosovë më ndihmu, po jo në atë nivelin, do me thonë, ku unë jam their acting coach, edhe me punu drejt për drejti me nëjë projekt me ta. Po ma merr menja shumë shpejti, do të filloj diçka në Kosovë edhe do të jem shumë i hapun, se jo, me punu edhe me artist tonë. A ki raste me i përcjell pak punën e aktorëve në Kosovë, edhe projektet filmike që bën, sepse kohëve të fundit, pusha e artit bajagisht shumë ka arritë dhe ka sukseset e veta, edhe në arenën ndërkombëtare. E vërtet. Jo shumë, po projektet cilat dalin prej Kosovës, mundona sa ma shumë mi përcjell. Unë e kom thonë këta dhe më herët në intervistat tjera që i kom pas. Unë e besoj që në Kosovë, në Shqipëri, kemi një nivel të artistëve që janë fenomenal. Edhe mundona mja u përcjell punën sa ma shumë. E dim se dinamika është e madhe në fushën, në profesionin tonë, edhe ndoshta nuk është edhe aq komoditeti në favorin tonë që me pas mundësi me përcjell krejt shprej zhvillimet, po gjithsesi jeni në korrent të asaj se çfarë zhvillohet në Kosovë edhe çfarë kishe mujt, cili kishte me qenë kontributi yt, që unë besoj se kishe mujt me dhonë shumë për komunitetin artistëve. Faleminderit. Po, patjetër mundona sa më shumë i përcjell. Shpresoj që, siç thash edhe më herët, në të ardhmen e afërt edhe do të muj me ndihmu sa më shumë. E kom pa që kohëve të fundit ka zgjapje përmend shpesh Kosovën edhe të ka marrë malli më shumë se sa përpara. A din qysh? Kosova edhe Prishtina për mu pa marrë parasysh sa vende i viziton. Sa vende
të bjen me jetu. Për mu, asë një nuk e zavendëson vendin tënë. është e dashnia e parë, dhe me thonë, edhe e fundit për mu. Unë jetoj me një vend shumë të bukur, çdo ditë më nësh me pa diçka të re, po prap se prap, Prishtina ime, Kosova ime mbet number one. A ka marrë malli për lagjen ku je rrit? Gjë. Edhe pse me siguri ka ndryshuar shumë se ti ke pas rast me vizitu shpesh. Po, ka ndryshuar shumë, po ajo lagje ku jam rrit unë e ka pas një jetë shumë interesante. Ka qenë një lagje e cila është kriju, gjithë banorët aty kanë qenë intelektual, aktor, profesor, ka pas një jetë tepër të mirë. Sa herë që heci rrugëve të asaj lagje, do më thonë, është e mbushur me kujtime të mira, me kujtime që nuk mëj mi harru asnjëherë, edhe gjithmonë thonë, këto gjeneratat e reja nuk i kam pa çka ka qenë e lagje. Ta çdo sen ka ndryshu, po ajo ka qenë, dhe më thonë, Pohë e papërsëritshme. e papërsëritshme. Fat i mirë që janë në memorien, qoftë përmes fotografive, qoftë përmes bisedave që i shkëmben me shokët e fëminis, edhe i rikujton edhe i sjell ato, se për një me është me thorë kesh për gjanat që nuk e mundësi me këthy në kohë dhe me i pa dhe me i përjetu. Po e mira është që shohim gjana tjera, dhe me thonë, prap se prap, ka gjana tjera të cilat ndoshta na përmbushen rreth e qark vetës ku jetojmë, funksionojmë, qoftë në Prishtinë, qoftë këto e kështu me radhë. Po Arbër, unë prap po du me mbetë edhe pak të çështja e fëminisë, sepse e di sa është interesant me i shpalos të emocione. Nga kujtimet që ke nga ajo kohë, a ki diçka të veçantë që e lidh me dashurinë për artin dhe kur e keni ndjekur për herë të parë thirrjen e brendshme për të qenë aktor? Po masi veç jemi të folë për vendin tonë, masi veç jemi të folë për Prishtinën, vendlindjen time. Unë jam rrit në vitet e 80-90. Edhe, si që dim, kjo ka qenë një kohë e sfidave, jo veç për familjen time, po për gjithë vendin më mërmenja. Ka qenë kohë e izolimit, tensioneve, munges lirie. Mu ma mërmenja që ky sen nga ka bu neve ma të fort, sidomos që të generatat e 80-ave, 90-ave nga ka bu shumë ma të fort. Une dashnin për artin e kom fillu qysh moshën shumë të rej. Kjo ka fillu si një ritual që une kom pas me babajnë tim ndjertash. Në atë kohë kanë qenë gazetat Rilindja, Bujku. Për çdo javë, nëse e manin men, ka qenë një pjesë e gazetës në fund ku ka pas poezi. Po. Edhe babajem gjithmonë shku i ka prej, i ka rujt disa poezi, cilat kam menu që kanë me qenë sfiduse për mu. Se e ka pas që e kam një talent, edhe prej feminisë kom fillu mi memorizu këto poezi. Fillimisht kom fillu mi përformu para familjes, mandej para mësimdhënësve, në shkollën time dhe para nxansave. Ma vonë kjo filloi edhe mu edhe për publikun ma të gjerë. Babi em ka qenë profesor i kimis, po unë e mendoj që ai ka pasur një dhunti shumë madhe edhe për regji. Ka qenë shumë i mirë me mu me më spjegu çka po thot teksti, cila është fjala. Ka ditë qysh mi nxjerr emocionet prej meje. E për herë të parë, nëse është një moment që une e di që më ka lidh me artin edhe që një ditë do të bëhem aktor, për pas që ka qenë babi im profesor i kimis, profesor shkenca, ai ka qenë edhe aktivist shumë i njohur në pajtim të gjaçeve. Edhe mbajnë mend si sot ka qenë një tubim i pajtimeve të gjaçeve, tubim i mshehur që u majt me një xhami në qytetin e Prishtinës.
Edhe ky merr me vete në të bim, kur him rana xhami ka qenë e përplot me njerëz. Shumë njerëz ka pas. Edhe mbajnë men baba im edhe disa pi profesorëve tjerë më vorën mbi një tavolinë, edhe më thanë me recitu njënën për vjershave cilën unë e kësha përgatitur, se ishte një vjersh patriotike. Kur fillova me recitu para gjithë ati populli, kur i pash se si po ndryshon populli, dhe më thonë, lotë në sy, se si po i ndinim fjallë që për aty e kuptova sa është e fuqishme fuqia e fjallës. Edhe ma merr menja prej ati momenti, unë e kum kuptu që po në duhet me qenë aktor. Dhe më thonë me qenë një njeri cili e ndan fjallën, e ndan këtë emocion, për arsye se ma merr menja arti, momentin e parë, ose aktrimi, momentin e parë që e shijon, e shet qatë fuqinë e fjallës, ka me të majtë për gjithmonë. Edhe sot e kësaj dite, ajo ndjen nuk ka ndryshu për mu. Do me thonë ke arrit mi lexu emocionet e njerëzve, mi kap emocionet e njerëzve. I she, do me thonë, kur e kin tash në botën profesionale, kur e kin ai monolog të fuqishëm, e she drejt për drejti njerëzit janë të ndryshu, disa për tyne kanë lët, disa për tyne vinë mendimet fella, edhe she sa i fuqishëm je ti, kur e luan ose një karakter tjetër, ose në rastin, këtë rast me poezi, kur jetu e thonë të vërtetën. Kështu që është një ndjenjë e papërshkrueshme dhe sot e kësaj dite unë nuk e ndryshoj. E sot, si ndikon arti në shpirtin tuaj? Besoj që personi që jam sot është për shkak të artit. Arti ma mundson me u lidh me vetvetën, me mbretësinë e vetës time, në një farë mënyrë është pasqyrë për të kuptuar vetën time, po në anën tjetër është edhe një dritare për me pa jashtë vetës. Arti mund ndihmon mi kuptu tjerët ma mirë, me kuptu vetën ma mirë, edhe nuk muj me paramenu vetën për pa pas art ose aktrim në jetën time. Deri këtu ku kena arritur sot, me siguri nuk ka qenë hiç rrugë e lehtë. Kur gjë nuk është e lehtë në këtë botë, menoj unë, nuk vinë gjanat atë shkollaj. A mundesh pak me na i përshkru sfidat më të mëdha që hase duke ndjekur ëndrrën, edhe ta lëni vendin, edhe të vini në vendin më të zhvilluar sa i përket kinematografisë Hollywoodit, që sot edhe jeni pjesë e projekteve më të suksesshme filmike këtu? Është shumë e vërtet që sfidat kanë qenë shumë mëdha. Vetë fakti që e lën vendin tënë, ku ta merr mendja që e ke fillu një jetë, ke kriju disa lidhje, shoqni, familjen, edhe i lën gjitha dhe shkon me një vend krejt tri edhe fillon prej zerrës, ajo është sfidën veti. Në anën tjetër, unë kum kalu shumë kohë gjatë në studime. 4 vite kanë qenë studimet për bachelors, mandej 3 vite kanë qenë për masters. Ato kanë qenë të përmbushura me sfida. E mandej flasëm edhe për botën profesionale, dhe më thonë për projektet në Hollywood. Është shumë e vështirë për një person që vjen për një veni tjetër mu inkuadru në këtë industri. Për pa njoft askënd, për pa pas ndaj shtymje prej kërkujt. Të vetmin sen që e ki është vullneti, edhe dëshira e madhe për me arritat ëndrrën tone. Krejt to kanë qenë sfida cilat ballafaqohem me to edhe sot.
Nuk është që tash kom luajt në disa projekte edhe po është shumë vështirë me ndërtu një karrierë ose një jetë në një vend tjetër, sidomos kur të mungojnë senet kryesore, gjanat kryesore që janë si familja, shoqëria, vendi yt, edhe një industri që për çdo ditë ndryshon, nuk i dihet kurrë se çka të ndodh. Po unë, siç e thash më herët, gjeneratat e 80-tave dhe 90-tave, besoj që jemi të ndërtuar pak më ndryshe, edhe pse jemi të marrë në këtë industri me 99% rasteve ku përgjigja ndoshta është jo, ose është heshtje, nuk më dëgjon kurrë prej tyneve. Unë vazhdoj me punu, me besu, edhe me korë sukses edhe mi gëzu ato. Milosh says it is. He's 2/3 owner. We'll look around now. E vërtet që është e vështirë dhe akoma po bëhet tjetë edhe më e vështirë qasja. Tu i pa trendet e fundit të zhvillimeve të teknologjisë. Por, Arber, a ki një person që e kështë falenderu për jetë, që ndoshta ta ka hap rrugën i pari, apo të ka udhëzu, ta ka trasu rrugën që ti të kyçësh, sepse CV-ja jote veç është e formsume që ti ki bagazh, ti ki karrierë në Hollywood. Unë kisha fillu me familjen. Kjo është një profesion, nëse familja ka ndikim dhe janë kundër, me siguri nuk bëhet. Po familja jam ka besu gjithmonë në mu. Ai personi i cili ka qenë i pari, si që thash më herët, ka qenë babai. Ai ka besu shumë mu, ka punu shumë me mu. Nëse i falenderona dikujna, i falenderona familjes, Zotit madh, edhe shoqërisë, se shoqëria me një farë mënyrë të bëhet edhe si familje, sidomos kur jeton me një vend tjetër, për besimin që e kanë, suportin që e kanë, pa marrë parasysh a je në kohë të mira apo të këqija, familja edhe shoqëria. Po. A ke pas Arben ndonjë moment kur keni dashur dorëzoheni, po keni zgjidhur vazhdoni pra? Kjo është një mendim që shumë aktore kanë çdo ditë. Bën punë shumë të madhe, mundohesh edhe në fund kur gjë. Une me studentat që të punoj, e ndëgjoj këtë pyetje ose këtë mendim që e kanë që do të dorëzohen çdo ditë. Une non-stop jam ai që i shty përpara, i shty me besu në ëndrrën e tyne ose në rrugtimin cilin janë. A ka pas momente kur thu jeta është e vështirë? Po ato e kemi fillu prej fëmirisë. Ne jemi rritur në kohë të protesta, luftë, gjitha këto, pse dikush më thot muni jo, për shembull për një rol, nuk ka fundi i botës. Unë besoj që misioni jam një jetë shumë më i madh. Dorëzimi nuk është përgjigje për mu, kështu që ka momente kur e ndin vetëm pak ashtu, senet nuk janë të ecë, nashta qysh kemi qef, po mu dorëzu jo, s'ka, ajo nuk ka përgjigje asnjëherë. E mora edhe përgjigjen për pyetjen e radhës, për një mesazh që ndoshta ju duhet, sidomos aktorëve shqiptar, aktorëve të rinj shqiptar, secili e ka ëndër me mbri skenat ndërkombëtare, secili ëndrron për çat punë, mos mbetet vetëm territori i vogël Kosovës, po të dëpërtoj. Cila kishte me qenë këshilla jote edhe një definicion për këtë rrugë për artistat e rinj? Unë mendoj që çdo send fillon me një ide ose me një ëndër të vogël. Shumicën e rasteve na presun dikush më ardh me na dhoni shtymje, edhe me kohë e harrojmë çfarë është ajo ide ose ajo ëndra.
Unë mendoj që nëse e ki një ide, ose e ki një ëndër për diçka, dush me kuptu që ti e tu bo gati mi hi një rrugtimit që mundet me qenë shumë i vështirë, shumë sfidus, po gjatë rrugtimit tënë ka me qenë edhe shumë i bukur. Një sen që ja u kësha thonë studentëve ose artistave të ri shqiptar, kësha thonë mos më nalë, me besu në ëndrrën tone, nëse je i gatshëm me hy me një rrugtim që ka shumë sfida, atëherë bëje se është shumë i mirë edhe nuk ka rrugë e lehtë, po definitivisht kemi një shumë më i pasur në shpirtërisht. Por nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. Kur gjë nuk është e pamundur. Ma merr mendja me punë, me besim, edhe mos më ndalë çdo sa është e mundur. Mendoj që në secilin vend të botës gjanat zhvillohen njëjtë. Vetëm se gjanave duhet me ju pri marrë edhe me mendu që okay, e kam qëllim me arrit që aty edhe me vazhdu me punu në atë drejtim. Unë e kisha thonë edhe një sen që ndoshta më shtu është mos më friksu gabimeve ose dështimeve gjatë rrugës. Dush me kuptu unë kisha pas qef me ditë prej fillimit, kur kam fillu këtë rrugtim, që gabimet ose dështimet janë veç pjesë e procesit. Mos me lonë nëse e kini ide, ose nëse e kini një dëshirë për diçka, qatë moment që ja u të regon dikujna, çka po do në me bo, ndodhë shumë shpesh, ku do në botë, që tjerë që munohen me ta nënvlerësu pak idenë tone. Ma mërmenja që na do të mi kriju disa filtra, shumica e ideve të cilat mundën me t'i thonë dikush është mirë me t'hin këtë vesh me dalë tjetrin, cilat mund është mi përdor, po me qenë i vendosun, edhe me besu në rrugtimin, edhe gabimet nuk të bojnë ma dopt, dështimet nuk bojnë ma dopt, po veç të bojnë ma të fort. Arber, ku është e vetën mas 5 ose 10 vitësh si artist edhe si njeri? A pshet shindova artist edhe njeri? Shpresoj të punu në projekte ndryshme, treja, më të mira, më të mëdha. Si njeri, shpresoj t'jem një njeri ma i qetë. Dukesh i qetë Arber, bre? Po, për gjithmonë kemi qef me arrit. A ke po shumicën e rast të flasin një plak i urt, ka po. Edhe unë kam qef me qenë një njeri ma i qetë, ma i mirë, mi ndihmu tjerve, edhe me qenë sa më afër, shpirtërisht afër rajve të mia, vendit tim, vlerave familjare, kombëtare që i kemi. Bravo. Një njeri si ti na vyn edhe në Amerikë edhe në Kosovë. Arber, unë pata shumë knatësinë që bisedova sot me ty, edhe mbot shumë qefi që një shqiptar, një individ i nacionalitetit tam, ka arrit majat e suksesit me plot përgjithësi, e them se nuk është pak ti jesh pjesë e kastit të serialeve më të njohura ndërkombëtare. Ishte knatësi që të pata dhe vërtet ke një bisedë kaq e vërtet prej anës tënde dhe shumë frymëzuese. Vetë du me thonë që qoftë udhëtimi yt një frymëzim për shumë të tjerë që do të dëshironin ta ndiqnin rrugën tënde. Faleminderit shumë për ftesën edhe një herë, për këto fjalë të mira. Edhe unë u kënaqa shumë në bisedë. Edhe unë të uroj shumë suksese. Podcasti është fenomenal, e kom përcjell edhe epizoda tjera. Faleminderit shumë. Shpresoj që do të flasim të ardhmen prapë për projekte të ardhshme. Kemi folë për projekte dhe mu bo bashkë edhe me hongër nëj pita, nëj flitë Kosovës. Rani është, shpejti kësna. Arber, faleminderit shumë, shumë faleminderit.